Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur një recetë shumë të veçantë të një tove, pra do përgatis tovë fshati me mish zhvici dhe me mos. Përgatitja është shumë e thjeshtë, merr pak kohë për përgatitje, domethënë bëhet shumë e shijshme, ku këtë tovë e kam shoqëruar me pilav. Filloj me përgatitjen. Këtu kam rreth 900 gram mish zhvici, të prerë kështu në fileta të holla, siç po shihni. Atëherë do I marinoj. Këtu kam një lugë të gjellës me veget, një lugë të mesme me biber të zi dhe një lugë të mesme me biber të kuq. Ju hedhi. Pra melmesa ju mund t'i shtoni sipas dëshirës, varet nga dëshira juaj. Ja hedhi 60 ml vaj dhe 60 ml qumsht. Tash do e përzi me anë të një lugë kështu. Pra kështu mishin e përzi mirë që nga të gjitha anët të marinohet. Ena në të cilën ndodhet mishi e kam mbulu kështu me një foli najloni dhe e lënë në frigorifer më së paku 2 orë që mishi të marinohet. Sa më shumë që ta lini të marinohet mishi, aq më e mirë do bëhet tova. Pasi mishi I vicit ka qëndru në frigorifer rreth 3 orëve, atëherë marrim një tigan të llojit që nuk nxeh dhe rrezim zjarrin, e nxejmë tiganin në një temperaturë mesatare. Tash tigani është nxehtë mjaftueshëm, atëherë në tigan nuk hedhim fare vaj, vetëm vendosim filet e mishit të vicit, sepse këto kanë vetë vaj, dhe I kështu I vendosim, do të fërgohen me vajin e cilën e kanë në brendësi kur I marinum. Kështu I fërgojmë nga të dy anët nga 3-4 minuta. Tash I kthejmë nga ana tjetër. Mjaftueshëm janë fërgu dhe nga ana tjetër I fërgojmë për 3-4 minuta. Mishi I vicit është fërgu mjaftueshëm, e largojmë nga zjarri. E vendosim kështu në një enë. Dhe në mënyrë të njëjtë vazhdojmë dhe me mishin e ngelur, duke fërguar nga të dy anët. Dhe pasi e fërgojmë të gjithë mishin, kështu e kalojmë në një enë tjetër. Atëherë kam marrë këtu, kam këpurdhrat freskëta, kështu I kam lënë të plota, vetëm ju kam largu bishtat, dhe këto do I fërgoj të vaj ngelur në enë. Dhe këto do I fërgoj për 4-5 minuta, dhe më pas do I largoj nga zjarri. Kështu në temperaturë mesatare. Këpurdhrat pasi I kam fërgu nga njëra anë për 4-5 minuta, I kthej nga ana tjetër dhe nga ana tjetër do I fërgoj ashtu 3-4 minuta dhe më pas do I largoj nga zjarri. Këpurdhrat janë fërgu mjaftueshëm, I largojmë nga zjarri dhe fillojmë në përgatitjen e tovës. Pasi e kam fërgu mishin dhe këpurdhrat, siç e shihni, atëherë fillojmë në përgatitjen e tovës fshatit. Marr kështu një tovë dheu dhe filloj që ta vendosi mishin, këpurdhrat, gjithashtu do shtoj dhe domate thara. Mund të keni ju në shtëpi, nëse doni vendosni nga të juajt. Unë këto I kam bler në market ushqimor, ka në çdo market ushqimor për të bler këtë lloj domatesh. Atëherë në fillim hedhi pak nga domatet. Vendosi nga këpurdhrat.
2-3 copë. Mishin e fërguar. Përsëri domate. Domatët japin një shije shumë të mirë. Këpurdhra. Mishin. Domate, do me thënë domate nuk guzon që të ketë në pjesën e sipërme. Këpurdhra. Mishin e fërguar. Dhe në fund do I vendosi përsëri këpurdhra, të ngelura të fundit. Pra bëhet një tavë shumë e mirë. Ja hedhim lëngin e ngelur. Në enën në të cilën ndodhet mishi, ka ngelur lëng I mishit, ja hedhim dhe atë lëng. Dhe për përgatitjen e kësaj tave, pa tjetër se duhet që të ketë gjalp, të lym lope, për ndryshe nuk quhet tavë fshati në qoftë se nuk I hedhin të lym lope. Kështu do ja coptojmë pjesës sipërme. Pasi ja kemi vendosur të lymin sipër, atëherë mbuloj me kapak dhe fusim furrë nxehtë 250 gradë. Tavën e kam futur në furrë nxehtë 250 gradë për 50 minuta duke e kontrolluar vazhdimisht. Pas 50 minutave tavën e kemi larguar nga zjarri, e largojmë kapakun. Këtu unë kam rreth 300 gram mazë. Dhe ja hedhi një gotë ujë. E përzi mirë. Dhe më pas do ja hedhi tavës. Pasi e kam përzir mirë masën, atëherë do e hedhi në tavë. Përsëri do e mbuloj tavën dhe do e kthej në furrë nxehtë 250 gradë për 30 minuta tjera. Tavën e fshatit e kemi larguar nga zjarri, është gati për servim. Pra si që kam cekur, do ta shoqëroj me pilav, sepse shumë shkon kështu në këtë mënyrë me pilav. Ka një aromë shumë të mirë, besoj se kam ju pëlqyer edhe juve, nëse përgatitni. Dhe s'na ka ngelur asgjë tjetër, vetëm se ta shijojmë këtë pjatë të bukur.